pak ma vështirë, amo tash edhe pak e ndihmojnë edhe djemt, me punë, punoj, edhe gjitha i qesë, do më thonë, çdo gjë e qesë në balancin e vetë, edhe mirë. A je ndjerë ndonjëherë si kur njerëzit po të shikojnë me mëshirë ose gjykim? Me mëshirë asnjëherë nuk më kanë shiku se unë nuk e kom tregu veten për me më shiku për mëshirë, po para gjykim po, kanë paragjiku, bajage. Çfarë këshille do jepje grave të tjera që ndodhen në një situatë ngjashme me ty? Të vazhdojnë përpara, mos t'i ndëgjojnë fjalë se çka thojnë, t'janë të fortë për familjen e vet, sidomos për fëmijët e vet, edhe për vete. Si ndryshoi jeta jote pas ndarjes? Ndryshim patjetër që ka qenë shumë a shumë, me fort si person, normal ma e arsytueshme si femen, edhe kjo, pak ma. A të ka ndihmuar ndarja ta njohësh veten më mirë? Po, patjetër që po, shumë bile, shumë. Çfarë të motivon çdo ditë për të ecur përpara? Patjetër që e vlat, fëmijët e mi, edhe vetja ime. Çka do të thotë për ty lumturia? Gjithçka. A ka pasur momente kur ke dashur të dorëzohesh dhe si ke përballu ato? Po ka pas, shpesh herë ka pas, kur kom qenë ndoshta pak në ato fillimet, po sa herë që ndoshta kom mendu që duhet mu dorëzu, i kom këshyr fëmijët edhe kom thonë jo, s'ka shans, edhe disa fjalë babës tem që mi ka thonë në fillim, edhe çdo herë ato fjalë mua më kanë ngritë dhe kom vazhdu përpara pra. Më mirë me të e fukara apo pa të e pasur? Qysh me të fukara? Qysh me të fukara i bojna senet bashkë tani, edhe të bojnë të pasum. Çka i tho vetes kur je para pasqyrës? Shpresa pozitive, edhe e qetë. Si lindi ideja për ta nisë rrugtimin tënd si influencere dhe tiktokere? Si tiktokere, në fakt, unë që marrë me aktrim përpara, edhe u kanë koha e Covidit, edhe atëherë pata qel TikTok, nuk pata marrë me video, edhe videot në atë kumë shkojshin shumë, edhe të një kështu vazhdova, derisa erdhen edhe këto lajfet të tjera. A ke hasur paragjykime ose kritika për faktin që një nën veteushqyese është aktive edhe në rrjetet sociale? Po, se të na shqiptarët është pak si tabu, se di për një nanë veteushqyese që nuk ban mu marrë, do më thonë me gjona që i pëlqen, ose po në këtë sosene që ka i bëj për të ardhmen temë dhe të fëmijëve të mi. Nuk është diçka që bëj ekstra që për mu paragjiku, po të na shqiptar paragjikuhe. Por a mendon që rrjetet sociale kanë kriju mundësi të reja për nënat veteushqyese? Pa punë, se besoj që TikToki është një e ardhme e një nane, se seriozisht duhet shumë, po plus puna, po patjetër. Kjo është vetëm si na thëmë në bëndë. A të pëlqen vëmendja që e merr nga njerëzit nga TikToku me theks nga burrat? Unë më pëlqen ma shumë e marrë vëmendje nga femnat se nga burrat. Mos ta kesh kuptojna, po nga gjenia femnore. Si nanë. A të ka ndodhur ndonjëherë të kërkojnë për lidhje serioze nga fancat? Po këto fjalë ka pas, mo. Si kom mendu ato, si kom hi trunit ka që fejl ashtu. Nëse do të martohesh sërish, a do ta pranoje dikë më të rinë në moshë? Nëse isha martu, edhe pse nuk e mendoj, po nëse isha martu, ndoshta pak s'kish pas kur gjo problem. A je më e lumtur si beqare apo ndihesh gati për një histori të re dashurie? Si beqare për moment po nina shumë. Çfarë tipi e tërheq shpresën më shumë? Një tip elegant, serioz. Me shumë para? Midis. Okej. A ka ndonjë djem të çmendur që e ke marrë dhe që e mban e mend? Çmend me kena për çdo ditë kështu. Po na po shkojmë edhe pim shojmë, pjefshin krejt. Në dashuri, ke më shumë standarde apo je tolerante? Jam shumë tolerante. A e pranon tradhtin? Në fakt nuk duhet me pranu tradhtin, po nga një herë ta imponon ndoshta dhe jeta që duhesh ka një herë me toleru diçka.
për me konë mirë. Nëse do të bëhe një TikTok për dashurinë, si do ta përshkruaje shpresën? E ëmbël, e rebelshme apo seksi? Që ato tretës me përmeni, ma mirë e ëmbël që të. Edhe se ka me thonë që ke treta, e ëmbël. Nëse do të ofroj posti i kandidatës për presidente, atë ta pranoje? Po së më duket edhe jo më dyqysh e kom një farë. A mendon që gratë kosovare flasin mjaftueshëm për dëshirat e tyre seksuale apo ende mbyten nga turpi? Jo, ende mbyten nga turpi. Asësi se besoj. A është seksi për ty më shumë eksplorim trupor apo ndërlidhje mendore? Ta që njësën këto me speca shkart, këto pytje, ndërlidhen dyat bashkë. Hera fundit kur ke puthur? Jo më single, kështu që dihet. Atë ka mormolli atëherë me puth? Gjdo deti puthi djemë të mi, kështu që jo s'ko mollë. Okay. Çfarë bën një partner të mirë në seks sipas teje? Vallon, se di se moti jam single, he që i kom harru këto gjona. Hera fundit që ke bërë seks? S'kom bude. Pozita jote e preferuar në seks? S'ka me sen. Okej. S'ka, ati lojna këto së idze të shpia. Okej. Përfund një mesazh të fuqishëm për krejt gratë dhe vajzat kosovare. Unë e kom thonë gjithdo herë, me kanë të forta, me luftu për vetën e vetë, me luftu për identitetin e vetë, mos me liju asë një herë dikush me përull poshtë, sidomos dhunën, asësi me përkra, edhe me ecë për para, mos me ndëgju njerëzit. Edhe intervista më e mirë që ke pas deri më tani? Kudo që kanë qenë intervistat e mira, po kjo ka qenë diçka shumë easy.